Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Letra Trofejnë, jam Diana, do bëj leximin e juaj të radhës. Të dashur, pyetja ime edhe kësaj radhe ishte çfarë na pret në javën që po vjen apo në ditët në vijim. Dhe letra numër 1 të dashur peshor është, po vjen, shikoni këtë personin këtu me kali fluturim thi diçka, një energji e fortë dhe goxha direkte, mund të jetë një komunikim i prerë, një vendim i shpejtë ose një person që flet pa filtra. Shembull që mund të japësh mund të jetë një bisedë ku thuhet e vërteta pa zbukurim, një vendim që merret menjëherë pa u zgjatur ose që dikush që hyn në jetën tënde me shumë intensitet. Kjo nuk është energji e butë, është e drejtë dhe e prerë. Ku duhet të bëni kujdes peshor të dashur? Këtu del impulsiviteti. Mund të jesh duke reaguar shpejt pa menduar dhe ti, mos si ky personi këtu, apo kjo situatë, nuk do thot patjetër person, duke u nxituar nga emocionet ose duke hyrë në diçka vetëm sepse të duket interesante. Shembull konkret që mund të jap një flirt që të tërheqë, mund të jetë ajo, por nuk është i qëndrueshëm, një vendim i madh nga momenti ose një reagim i nxehtë që më pas mund të pendohesh. Kujdes, jo çdo emocion i fortë është drejtim i saktë dhe është i duhur, absolutisht. Mundësia që po vjen ja prap kemi një kalim, shikoni, zjarr po vjen. Këtu vjen një ofertë emocionale, por pak më e thellë se kjo tjetra. Mund të jetë një person që vjen me ndjenja vërtet të sinqerta, do thot dy mundësi, nuk do thot persona patjetër për ata që janë të martuar, kanë një partner, mund të jetë dy situata. Të keni kujdes që të zgjedhni më të mirën. Jo ajo që të tërheq me një herë, ju mashtron me fjalë manipuluese situata, po flas në mënyrë metaforike, por që gjëra të sinqerta. Një mundësi për lidhje më serioze, ose një hap emocional që ka stabilitet, mund të jetë situata apo person. Dikush pra që nuk flet shumë, por vepron. Një lidhje që të jep siguri, jo vetëm emocion, këtu ka vetëm emocion, ose një situatë ku ndihesh e kuptuar apo i kuptuar. Kjo është më e qëndrueshme se ajo që të tërheqi në fillim. Pra, persona apo situata, të keni kujdes të dashur peshor. Dhe letra e 4 është mesazh lëviz përpara dhe mos e lë, duhet të largohesh nga një situatë që nuk funksionon, ec para, duhet të lësh pas një mënyrë të vjetër mendimi, duhet të zgjedhësh qetësinë dhe jo dramën. Po e zgjodhe situatën apo personin e parë do kesh më shumë drama se qëndrueshmëri. Në këtë dytën do kesh vërtet veprime dhe jo fjalë. Pra, zgjidh atë që të jep paqe, jo tension. Largimi nuk është humbje nga kjo situatë, është zgjedhje e juaja. Dhe letra Oracle të Lenormandit kësaj radhe i kam zgjedhur. Kjo tregon një zgjidhje që duhet të bërë 2 ose më shumë drejtime para teje, situata, persona mund të jetë. Kujdes, mos rri në mes pa vendosur, mos shty vendime nga frika, sepse pa vendim absolutisht nuk ka lëvizje. Pra, të dashur peshorë, këto ditë jam për të zgjedhur drejtimin e juaj. Çfarë po tërheq momentalisht, çfarë është e qëndrueshme realisht dhe ku duhet të largohesh për të ecur përpara. Pa vendim nuk ka as ndryshim.